Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Edhe në fakt i thash edhe miku tim të shtrajt edhe vllau të dashtun, doktor Ademit, se kënaqësia e pranisë në këtë vend nuk ka çmim. Edhe kështu si është transformuar sot vakëfi i xhamisë së Plumit, është një mrekulli që për ne është një anër e banë realitet. Edhe teksa po nigjoja hoxhën e dashtun duke lexu ato pjesë të Kuranit famlart, ndoshta dhe ju e vu të re se disa zogj e shoqëronin në këthimin e tij. Edhe më kujtu Hazreti Daudi alayhi salam. Edhe zogj naleshin dhe me cicërimat e tyne e shoqëronin. Ndërsa fjalët tona i shoqërojnë cicërimat e këtyne fëmijëve të bekum, edhe që le të cicërojnë, le të flasin, le të gëzojnë. Sepse sot është ditë gëzimi për ata. Edhe ky tubim dhe krejt të tubime janë ditë gëzimi për ata. Edhe zani i tyne është gjallëni për xhamin e Plumit dhe për krejt xhamit e Shkodrës. E zani i fëmijëve në xhamit tona, sado që të duket i nalt, është i barazvlefshëm me cicërimat e këtyne zogjëve, që na e shoqënojnë leximin e Kuranit dhe mesazhet e ndryshme që ne përcjellim me një shpirt madhësi të papërshkruar. Të dashtun dhe të shtrejtë, imam të pranishëm, ju prim të dashtun e ju të shtrejtë bi, jam shumë i gëzuar që ne erdhëm në këtë ditë. Edhe nuk do të ishte kjo ditë pa ndihmën bujare, edhe pa përkrahjen e vëllezërve tanë nga Republika e Turkisë, të cilëve i jemi pafundësisht mirënjohës, e me të cilët kemi shërnguar durët tona jo sot, e jo para 30 viteve, a 35 viteve, a 300 viteve, e bashkarisht do t'jemi kështu deri në ditën e fundit, edhe në të përthemen, për të trashëguar vlerat më të mira të besimit, e për të ecur së bashku në një rrugë që është rruga e bekimeve të Allahut Azza wa Jall në jetën tonë të përkohshme, e për ta mbrojtur njëri tjetrin, e për ta përkrahur njëri tjetrin, e për të gëzuar me gëzimin e njëri tjetrit, e për të qenë së bashku në momentet e vështira të njëri tjetrit, e për të përjetuar së bashku e me shumë vëllezër të tjerë anë e anë botës. Vlerat madhështore të ajetit dhe thirrjes kuranore, innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër. Dhe teksa e shoh këtë mozaik të bukur të skalitur, këtu Brikalas Rozafa, jam i mushun me emocione edhe me shpresë se e sotmja është e sigurt, e nesërmja edhe më tepër, përderisa fëmijët tanë edukohen në xhamit tona, përderisa në oborret e xhamive tona fëmijët kalojnë kohën e tyne, përderisa Kurani famulart është në zemrën dhe mendjen e fëmijëve tanë, e përderisa edukatorët tanë të pranishëm në këtë mezhlis, por edhe shumë të tjerë, jo të pranishëm, e bajnë punën e tyne me përkushtim të madh. Dhe kjo është garancia më e mirë, dhe siguria më e madhe për kombin, për të sotmen, për të ardhmen, për realitetet e kësaj shoqënie. Dhe ku jemi në Shkodërlocën tonë, të cilën e kemi të shtrejtë dhe kemi amanet nga Zoti i Gjithësisë, e kemi amanet me e dashtë, edhe me u lutë e me punu për të, siç Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam lutej për Mekkën e bekuar, kur thoshte Zoti im, bani këtë vend të sigurt. Me e dash dhe me e respektu dhe me punu për të mirën e këtij qyteti, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam dirte lot të zemrës për vendlindjen e tij Mekkën. E lutej për vendlindjen e tij të dytë Medinën ndriçuar, Allahumme, Zoti im, jepi Medinës 2 fishin e begative që i kidhan Mekkës, e si që lutej për Shami Sharifin, e për Jemenin, si për të në mësuar se besimtari e ka për detyrë, me u lut për vendlindjen e tij, me u lut për tokën ku Zoti i Gjithësisë e ka vendosur, për të dëshmuar si një individ i shëndosh në realitetet e atij vendi, për ta mbrojtur gjuhën e tij, për të mbrojtur kulturën e tij, traditat e tij, besimin e tij, për të jetuar në harmoni dhe vllazni me krejt bashkëqytetarët, vëllezërit e tij, me të cilët ndan këtë në qiell,
e me të cilët bashkarisht i drejtohet Zotit të gjithësisë për begati dhe mirësi. Tashma po nis një sezon i ri për gjithë secilin prej jush. Një sezon në të cilin unë ju këshilloj me zemër, siç e bëj me fëmijët e mi, me e shfrytzu kohën maksimalisht, me e shfrytzu kohën për të bërë edhe ma të mirë, edhe me ecë edhe ma përpara, se sa një vit që kaloi. Dhe me na shërby ky sezon i verës për të mësu, për të eduku dhe për të ecë në gjurmë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, për të bërë të dashurit e Allahut, të dashurit e pejgamberit, mbrojtësit e Kur'anit, lexuesit e Kur'anit, trashëgimtarët e Kur'anit. Ata që lexohet Kur'ani një faqe e tij, a një rresht i tij, në sjelljen e tyre, në komunikimin e tyre, në veshjen e tyre, në mirësjelljen e tyre, në modelin e tyre, për të bërë gjithë secili për jush një njeri i cili shkon pas hijes edhe dritës mi të gjithat, pejgamberit alayhi salatu wassalam që ishte njeriu më i moralshëm që ka ecë mi faqen e Dheut. Ju do për hir të Allahut dhe lutem për gjithë secilin për jush. Allahu ju begatoft. Allahu me mëshirën e tij u përkujdes për gjithë secilin për jush, e për krejt fëmijët tanë, dhe e ruaj të rinin tonë nga devijimi dhe çturja, dhe na baf për atyre që trashëgojnë vlerat e të shkuarve dhe bahen një gjurmë e mirë për ata që vinë. Allahu ju dashur, ju begatoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.